Prezenca OSBE-s në Tiranë, Prokuroria e Përgjithshme, Policia e Shtetit dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve organizuan një tryezë teknike për forcimin e rolit të prokurorëve në luftën kundër krimeve zgjedhore. Kreu OSBE-s, ambasadori Michel Taran, e vlerësoi maksimalisht angazhimin e institucioneve shqiptare në përballjen me fenomene dhe shitblerjes së votës apo çdo krim tjetër elektoral. Në Shqip ka një shprehje të vjetër, gur bëhet kallaja. Dhe një shprehje e njëjtë ekziston edhe në gjuhën frënge dhe mendoj në shumë gjuhë. Çdo përpjekje kontribuon në një qëllim më të madh. Qëllimi ynë i përbashkët është i qartë, të sigurohemi që shkeljet zgjedhore jo vetëm të identifikohen, por edhe të hetohen dhe ndiqen penalisht. Kemi vendosur që pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të ketë përfaqësues të prokurorisë së përgjithshme, një prokuror dhe një oficer i policisë gjyqësore, gjithashtu të tillë do të ketë edhe nga prokuroria e posaçme, çka do të lejojë që në kohë reale, duke qenë prezent pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, çdo lloj informacioni që lidhet me shkelje përgjatë procesit zgjedhor që kanë elementet e veprave penale, të përcillen siç duhet në prokuroritë kompetente. Ditët dhe javët në vijim gjatë fushatës zgjedhore do të konfirmojnë angazhimin e vërtet dhe të përgjegjshëm të tre institucioneve për të bërë çfarë kanë detyrë për të bërë për të garantuar zgjedhje me integritet.